Kosova, Dardania, Dëhre Ukraina, Volhynia Vlahinia, mbi 1000 vjet popullsia vendese e Ukrainës i bëjnë lutjet ndaj Zotit në kishat dhe manastiret e veta para ikonave dhe afreskave të shenjtorëve Ilir Dardan, prej të cilëve i kanë mësuar fjalët e Zotit përmes Biblës së shenjtë, edhe në gjuhën e tyre, fal këtyre shenjtorëve. Nga themelimi dhe zgjerimi i principatës së Moskovit në teritoret e lashta të Ukrainës, banorët e këtij vendi janë helmuar disa shekuj me radhë nga propaganda rusomadhe, mes tjerash edhe që t'i urrejnë shqiptarët, kushërinë e hershëm të tyre Ilir Dardan. Është koha që kjo e vërtet t'i bëhet e ditur popullit ukrainas, këtij populli evropian të shtypur me shekuj nga mongolët tartarët e stepave të Azisë, në emër të carizmit dhe bolshevizmit rusomadh, si dhe vëllazërisë së rrejshme slave ortodokse. Duhet të bëhet me dije autoriteteve të kryvit zyrtar, sa më parë shteti i Ukrainës ta njeh pavarësinë e shtetit të Kosovës, jo vetëm për shkak të lidhjeve të hershme historike me shqiptarët, por edhe për faktin se frymës dhe ekspansionizmit rusomadh i përdridhet kërthiza në Kosovë, jo vetëm në vijat e frontit në Ukrainë, ku populli ukrainas lufton heroikisht për ta mbrojtur atëvën e tij dhe gjithë Evropën.